Se, menon se ika. Këta kujtu se e mëllë. Ja, nuk kanë darje më të dhimbshme, ju a kena thonë. S'ka vap, s'ka pushim. Eksakt. Ka vap, s'ka pushim. Eksakt, nësë ikim tash me gjithë vitin, thjesht, qa do kloni da bëjnë e ditë pushimi shkretës që morë shpirte. Po, jo për me dhe këta këshu si kur u zbehen. Po, Iran baterit. Si kur i dhamë shumë këshu, shumë, si ishte ajo? Halë, me shumë I kena veli që këtë sezon. Ja kena lëru fare. Thanë ta zbusi me, ta shofim vetëm ne. Oke. Ore, kam një ide, ta bëjmë këshu lajnë, me që se Shadow Habi do vazhdoj, e ne të dy ngelim kështu si macja me miun. Po. Mojëm ne këshu mërë ne tifoz që luj qik. Lotën. A këtë ta zbukurojmë qik. Por... Herës tjetër, se këtë herës e kena bëmë plan, se ishte kështu spontan. Kështu që, kush të doj, le të kontaktoj edhe mirë se të urdhroj. Dëmë. Okej. Me qëse e kena të freskët. Po. Të freskët Po, ma të freskët, mo, vallaj, sa ka dalë për furre. E di që nostalgjie ka qenë kjo. Planetit Thesarit, Planetit Thesarit. Tash nuk do flasim më edhe këtu vetëm për anin, për ta zgjerojmë që kërë. Pyetja ime është kjo. Se këto tamam quhen kuklla, sa këto me këto e filo vizat e morë, mirë fillë. Jo shumë e gjatë fillafet. Po. A ka qenë këto kuklat më të bukura? Patjetër, vlla. Më të bukura. Patjetër. Hiç The Lion King, edhe një 2-3 që kanë qenë epike fare që janë të ajo golden. Jo, mos edhe kjo futet e epike të burr. Tu ke kënga shumë e bukur. Fantazia, do më thonë ideja që jenë hapësirë, jeton me gjitha... Kur kalojnë ato balenat aty hapësirë. Orkat e galaktikët. Pra, këtu i ketë gjithë, dhe shiko pak, këtu është marrëdhënia familjare. Pra fillova ditë babësia. Djale nën. Po. Kupton, pra i ke babait që Gjimin e ndrydhi shumë, u bëj djalë. Është teori, e kupton? Për teatrin e këtij. Që ka qenë koleg me atë Cyborgun, që e ka vra ai Cyborgu. Ka shumë teoria, kështu gjona është më ndodhur. Kjo bresh. Billy Bones. Kur del fillim fare që gjatë sferën e hartën. Po shiko sa futuristik kanë qenë për kohën. Më 2002 jo. Dakor, tani këto gjona po i shohim për dita. Me ka bëtë makinat ja kjo për shembull që ndryshon pamjen. Po. Videoprojektori. Po. Pra janë gjona. 2002-shin. Ora megjithëse se kur e mendon, e ke parasysh se kam lexuar libër për shembull, kam lexuar, do të thënë, unë lexoj libra shumë. Po. Më falni për këtë kështu, po ato që i lexoj do të jenë shumë. Po, tamam. Esencial. Mos flasim për jetën, për shembull për dashuri, siç lexojnë tash, për vëlla filma aty. Edhe ideja është që ky libri fliste, ishte i vjetër si libër, se shumë i vjetër ma ka dhuruar profesoru, kam qenë shumë i vogël. Edhe ky fliste për një kështu për nëndecet. Okej. Edhe nuk ishin shpik akoma, domethënë kur është bërë libri, s'kishin dalë nëndecet. Se libri është bërë 1800-ën. Normalisht. Ky libri ishte marrë, ishte bëj i ri. Po, kapita. Edhe më vonë nuk kriju nëndecet pastaj. Po këtu kanë marrë gjithë inspirim, pra shiko, një mënyrë si mund ta krijoj, jo, pyetja ime është kjo. Si mundet dikush të krijojë diçka që nuk ja ka idenë që ekziston. E kupton se truri i njeriu mund të evolojë gjëra, patjetër. Për shembull, ti shef te televizorin, ti mund ta evoluosh, thu për shembull nesër pas nesër, unë te televizorin do ta bëj kështu, që të ketë dy corner, dy bezelsa të ansor, e kupton? Edhe këto bezelsa dalin kështu, bëjnë dritë si videoprojektor, ta vë ku do unë prapë të shoh. Patjetër. Ky quhet evolim. Po që të shpikësh televizorin, ta shpikësh diçka që s'ka ekzistuar në herë përpara, është diçka tjetër. Ore, shikoj, gjithë gjëja është një inspirim momentit. Nga e di për shembull që ky tipi që e ka shpik televizorin mund mos ketë qenë ul në pemë për shembull si Isaku i erë i kohë që i raja molla, Isak Newtoni, dhe thjesht ka pas 2 dek pema aty dhe ca fëmijë që po lunin atje dhe do të ketë kriju idenë. Ore, po sigurt i kem këta mrena kështu, vetë sa e bukur ky plani për shembull. Si ishte asë lloj. Pra një ideja them, po marr një spunto, ani jetë futuruese çdo gjë. I ketë që të gjitha këto astronautët, gjitha me radhë, pra ka shumë gjona futuristike që ty të lindin nga kur ishin fëmijë. Kur ishin fëmijë, valla. Ti një tullë kishe granat, një tullë kishe telefon,
I tull tjetër me trolloz. Qa se boje atë tullën, kupton? E njëjta tull. Pra ne po të them, kishte nga ta shokët që e kishen të dashnore tullën, kupton? Ishte tjetër muhabet ky. Ajo si ishte tull. Ishte 17 birshe. Nga këtë kështu tullë themeli. Të tullat e mure. Nejse, mos ful për këtë shok. Ja. Ashtu dhe. Edhe Ja, Shive kërë tash. sakrifikoy veten aty. që ta dini, kupton, po prap Zotin Aro e ka bo i madhi Xhelil Aliu, ai që ka bo dhe narracionin, por ka bo dhe Zotin Aro. Zoti Arro. Është Vdes. kjo po. Domethënë dela e Merimanga. Zoti Arro. Po, dela e Merimanga i pret litarin. Po. Po ama momenti më i bukur. Pa ma shko direkt më i bukur. Po e më për mu, po them. Për ty. Momenti më i bukur vëlla i gjithë filmit është kur bëjnë atë xhiron në për hapësirë me Cyborgun. Po. Wow. Që është dhe kanga. Është fantastike. Dhe momenti i dytë është kur i thot ai ti ke lindur i thot për gjëra të mëdha. Djalosh. E bën gëzim Shira. Rudi këtë karakterin. Tallë dhe me nderet. E di për çfarë jam kuriozun, kush ka bë atë që bën. Ai Që i është put me Zoti Flatula. Po kur i thot ky pasaj se ka bë Gensfuga këtë qenin, këtë që vjen me xhimin, këtë që është vesh me kostum astronaut. Qeni thot. Dolbert. Doktorin. Doktorin Dolbert. Po, E ka bë Gensfuga, ka bë profi atë. Po kur i thot e një shumë mirë Flatulën, e kam studiuar për 3 vjet në lice. Po që më shkatër rënd. U morën vesh ama. Po. Është si me thonë, një dibron me një nga Saranda. U morëm me është në fonditës. Vista. Planet janë fantastike. Pra, shisje, promovon lirin pa fund, o vla. Ore, e di si është ky filmi, që ta lidh me një kështu, në kohën që e kemi pa nëse, unë jam pak më i madh se ti, mas edhe kam pa pak më herët se ti, ose mund të kem qenë pak më i rritur dhe ti afrohesh këtij tipit moshe, kupton? Edhe ky filmi është fiksi tilje, vëlla. Po. E ke parasysh kur ke qenë klas 6 ti thoja, ja dhe unë si ky jam. Pastaj shkove klas 7 të mërziti se the më i vogël të unë. Ose ke prit për shembull 3 vite nga klasa 4 shkosh klasa 3 shkosh klas 6 që thoje erdhi dita. Erdhi dita që unë t'jem si ky. E kuptoj edhe ti kur e shikoja këtë tipin, e kuptoj thjesht jepte atë shpresën o vëlla që edhe pse je fëmijë ti mund të bësh çfarë do lloj gjëje. Edhe pastaj ka qenë ore kishte kukulla atëherë. E kuptoj që e çonin fantazinë at some point deri diku. Po për fëmijë kur është tar për shkakun, që ti thoje qa është kjo më vëlla. Galaktika, Ore, kupton. pyetja ime është kjo. E ka prish Disney dorën Sa dush. që nga 2010-a Sa dush. që kur fitoi Dirama e Disney. U thënë ka fare Saliu. Saliu. Bëjmë politikë. Ja, na s'bëjmë politik. Ja. Po që e ka prish vëlla se shi me çfarë jemi rrit ne. Por. E me çfarë rriten brezat sot. E që arritën brezat O sot është gjënof më vëlla, shikoj që kanë realizuar më burr. Dhe 2D. 2002, që 2D ma, ajo është 17D krahasim me këto sot më vëlla. Po. Këto sot fokusohen, ka pashi film që ma nxirrte te televizori gjithkohës, si Disney, ishte një zog që një peshë i bosh zog, edhe i boshin, domethënë i gjithë arritja e këtyre ishte që këtij zogut ja kishin bë pupla sa më realiste. Po ti më bëje film artistik, merre zogun, bëje me CGI. Po si që ke bë te Lion King. Domethënë pse përpiqesh që ti imponosh njerëzve kualitetin, jo rjosh mesazhe, valla, kjo ka mesazh që edhe i keqi më i keq, në fund ditës, e kuptoj, u prek nga një fëmijë dhe u bë, domethënë kishte zemër të brisht. Shiko, pavarësisht se i Borgu kishte diçka, e mban mend atë batutën që i thotë, mbasi bëjnë të xhirën nëpër hapësirë, që është duke rregulluar atë këmbën, atë dorën, aty dhe i thotë ai, po me ty çfarë ndodhi? Kështu është kur shkon pas ëndrave dhe të tjerat i lë pas dore. Kishte gabu diku. Po pra, po. Që ai gjë po kushtoi shumë çka. Ja. Ha? Ja. Zbova ki, Ja. Gjaja? Po ne, ja. Edhe ky roboti.
E harrova emrin. Kush e ka bërë këtë? E mamet? Ja, nuk kujto, po ka dy dublime. Vispupa, dhe dublimi i dytë po flasëm. Nuk kam pa të parin. Vispupa ka bërë këtë. Mund t'i kem pa të dyja. Fantastike. Visin e presim me Po ti fitore. kush je? Edhe në studio pastaj. Tamam. More visa kur dalësh, do t'i gjem ato Mrrokullat, do t'i gjem ato miqt. ato miqësit. E në këtu. Këtu lajë. Jo këtu. Me mirë, këtu mrena. Ose me në event tjetër se do bojnë të ndryshime ka dalë. Më se tregot gjithë se është përse na morim syt. Të fillim bën live prap. Au. Të ly. Do di si prap ka e parë. Apo, nëse për te shakave, se kjo. Po që dashuria qen mace këtu pastaj ishte. Pse mace ishte këtë tjetër? Por. Çfarë thurë? Po mor. Nuk ishte qen ajo? Jo mor bir. Po je i sigurt? O, 100%. Si i thot në një moment kur e përzepër të dhoma, kur vinë anije këta, dhe i thot kjo, çfarë gruaje, si një mace. Po mirë pra, po mund të ketë qenë elegant. Jo. Edhe Morphy, wow. Morphy pasaj ka qenë kështu karakter. Merry man idiote. Morphy ka qenë super karakter. Super karakter, valla se e bote e dramatizon. Morphy ka qenë ajo goditja e këtij filmit valla. E kupto? Se Morphy arritin në atë pikë që Morphy për shembull e kishte shpëtuar ai Cyborgu, sa harrova emrin. Po. Nëse. Edhe ishte para zgjedhjes sa të shkoj me Jimin apo të shkoj me Cyborgun. Se te Cyborgu ky kishte të detyrën morale që ky më ka shpëtuar jetën dhe unë ja kam për borxh, edhe unë e di që ky është i mirë pavarësisht se përveç ambicjes vetë që ka se ky Cyborgu nuk kishte qëllim që të merrte thesarin, se nuk i interesonin lekët dhe e thot që nga fillimi. Qëllimi i këtij ishte i pari që të vinte common te thesari që kishte fshet Flinti. E kupton? Edhe ja që Gold Roger për i çikën. Atë kam menu. Edhe ja, këtu ky mori thjesht 2 sa për suvenir. As nuk i interesoi. Jo, i mori për këtë. I mori për këtë pra, po nuk i interesoi, thjesht ky çai interesoi ishte që ja arriti qëllimit në jetë, e kupton? Edhe po ta bësh pak paralelizimin se që atëherë këta kanë nxjerrë diçka të lezetshme valla. Që këtu është që i thot Pasandra. Mesazhi i gjithë kësaj është që ti nuk duhet të shkosh gjithkohës pas lekut, pas ambicjes, pas qëllimit. Pas asaj gjë së smur që ndjekin të gjithë. Po ndonjëherë duhet të kthesh kokën dhe të shikosh që lumturia janë ato njerëzit që të duan edhe i do që është familja. Patjetër ajo gjë. Te i thot edhe Cyborgu Jimit që unë u harrova duke ndjek ambicjen, edhe nga ambicia nuk kam atë lumturinë, edhe Jimmy këti i ktheu atë lumturinë e familjes, atë gjën që Cyborgu e kishte vëlla, që ishte ajo zemra e butë që i qaon ai sy elektrik. Eksakt. Po ideja është ai kujtoi, jam shumë i sigurt që Jimmy Cyborgut i ka kujtuar veten e rini. Prandaj ai bën figurën natyrore. Ose një familje që mund ta ketë humbur. Çfarë bën vaki? Por jam shumë dakord se shiko, Cyborgu është thjesht një adoleshent me një trupi të rritur. Picirruk. Ha pra. Ja, do të ketë hyrë pak krasa në të syrin tim prej. Po ka zënë pak ndrysh. Ti ma me në dublinin e vjetër, po pra. Don, se ka 2 versione. Kjo pasaj është moment. Po që shiko, është... Si u arriti realizua Andra nënës, kupton ta shikon të Jimin të shtruar dhe të arritur. Po, të martuar. Të martuar, jo, po hajt mo. Që këta? Ja, është ky qendër moca. Po ima mësë është matës tjetër kjo bërë. Jo. Që jetë aty kërcyja, të lloj alieni. E kam lafin që ide... Si detaj. Po, pra... Ka pas shumë bukur. Po, ore, vdes ky Cyborgu? Jo, thjesht hikën në për hapësirë. Nuk ju bë kur një të dytë film këti. Pa, pra, se duhet... meritonte. Jo e meritonte, po duhet... Çfarë keta, ka ngre masje gjuhën? Këto janë filmat të... O vlla promovon lirin, rebelimin, rinin, aventurën, pra lirin, o vlla, lirin. Tom flasin mu për aventurat e One Piece-it që ka 1000 sezone. Na, i ore gjysë. E gjeti thesarin e Flintit. Pra. E gjeti One Piece-in. Nëse për te shakave. Ua, jo skena. Që ecën kokën. Mos keni një kokë të madhe për atë trup të vogël apo një trup të vogël për atë kokë të madhe. Është e kundërt apo çfarë rëndësie?
Po është perla jo, dhe ai e dikush të bukur se bën ca realizime që këto bën këtë humorin, po që është përshtatet edhe kaq bukur shqip, e kuptoj se janë se batuta anglisht jo detyrimisht përshtatet me batutë shqip, e kuptoj, po ajo ka qenë aq e qellume, edhe ai pastaj që rri kështu, edhe shikon kështu. Është fantastike. Nuk e di domethënë. Janë disa filma, po flas të gjithë gjeneratës që kemi, kur Disney vërtet bënte filma dhe jo paçavure siç bën tani. Ja, dhe kjo pjesë që flet këtu. Janë shiva kur aktivizohet detektori këtu. Çfarë Ska pas atëherë ashtu, pastaj dolin. Po pra mina. Jo, këto lazeret. Po pra mina them që me lazer. Ço ka që? Si e ka pas veshin me mulliere. Ti luta e gjithkohës rrek. Po e prek shumë edhe marrëdhënien familjare dhe mua kjo m'pëlqen. Disney atëherë ishte shumë pro familjes. Para se të bëjë me këto ordinary liçe të pranishme. E di çfarë mendoj unë, se jam dakord që e kanë prish dorën fare, po mendoj që është një dorë më sipër, e kupto, që ka disa vite që ka marrë atë, se deri dje se kishin ngrej kokën nga që i shtypi dikush, e kupto, është një dorë më sipër që i thot ti do promovosh këtë. Patjetër. Për ndryshe unë të heq nga tregu se kam pushtetin. Se pushteti sot e ka ai që ka lekun. E kupton? Edhe detyrohen që këta tash ta prit. Domethënë mund bëjnë 10 filma, edhe njëri mund të jetë i hajrit. 9 të tjerët janë për mos ja tregu ka lëvë. Po janë shumë. Domethënë edhe ato që janë të hajrit. Pra janë vetëm komik. Okej. Nuk e kanë atë, ne kemi pa Leo për shembull. Leo është filmi më i mirë i prodhumit Disney. Jo, ka dhe tjerë, ka. Ndër më të mirë, ato on top herë po. On top, okej, po ka dhe problem tjetër realisht. Është vetëm komike pra. Jo, dakord, po ka një problem tjetër se ç'a na serviret në Shqipëri është shumë pak me ç'a del nga Disney. Po jo, unë i shoh dhe në anglisht domethënë. Po edhe unë po. Por janë filma që nuk është se kanë ai. O vlla, po shikoja diçka jo më larg se kualiteti e burr. Por jo më larg se deri te dritja e kamerës. Se dje, po lexoja një mesazh që ku dëgjon kush e kishte thënë një ato amerikan, ta di unë, kësaj head executive ku dëgjon që bëjnë me këto animet në Japoni dhe kishte thënë që shiko, ose ju do i bëni kështu si themi ne, që të fusnin dhe këto pislliqet, ose ne s'ju transmetojmë. E kupton? Edhe kjo i kishte thënë, this is Japan, baby, I don't give a fuck se qa thuti, ne do bëjmë qa po bëjmë, për mesazhin që transmetojmë, të pëlqen ty, s'të pëlqen ty, I don't care. E kupton? Nuk je ti që vendose qa do bëj unë. Edhe nuk ke pse ti bësh kësaj gjë që unë bëj, ti bësh retouch nga e para, të mbulosh dhe të zbulosh skena që unë i kam bë me fjalimet, e ti përkthesh si dush ti. E kupton? Thjesht kanë dalë të fortë vëlla, nuk më intereson. Unë do ta transmetoj këtë lloj gjoje kështu se un popullin tim, edhe kushdo që do ta shohit edhe ai duket. Kultura ime është kjo. Po valla, nuk do të fus unë për shembull, çfarë janë këto pa ofenduar njërin ti detyroj se e di kush është problemi, problemi është tu valla. Domethënë ti je le ti djegë kujt doj, nuk më intereson se varet thjesht shohin se këta bëjnë si ti ndinjuar, e kupton? Ti je straight valla. E kupton? Kapito. Nuk ke pse del në rrugë ti t'ja imponosh tjetrit që un jam straight, edhe po ti po mprek, domethënë është si më i dal një LGBTQ+ minus që janë këto pjesëtim rrënkatrore, edhe ti thosh un jam straight. Un kam drejtat e mia. Patjetër. A e kupton? Siç bëjnë këta. Okej, më e di më lali se paguaj taksa për këto drejtat e mia, e kupton, jam shkolluar, e ku dëgjon gjitha këto, jam njeri. Tu të dakord. E kupton? Nuk dal të bërtas ty që unë du drejtat e mia. Po vlla, jeto më. Pse duhet patjetër unë te kafshët të fus LGBTQ? Pse më vlla duhet ta fus? Unë se kam për qëllim atë lloj gjë. Po normale. Ore e ka fut queerin për shembull te One Piece, që është ai Bon Clay. Po. Po e ka fut më vlla, po nuk e imponon as lloj momenti që është queer, e kupton? Ai thot unë jam kështu valla, ndaç pranonin, ndaç jo. As nuk ja kërkon fare si gjë. Thjesht njerëzit e pranojnë ashtu siç është. Edhe është një ndër karakteret më të dashur. Më të dashur. Më të dashur më valla. Se këta njerëzit që dalin rrugës, nuk po flas për Shqipërinë, po flas për Amerikën, se Amerika janë kështu. Po janë pa frena fare. How si thot ajo, domethënë ma jep për kufizimin e një gruaje. O zot. Pastaj më jep për kufizimin e një queeri.
a ka pjesh i dite me njona se po e bëm kështu. Edhe e pyet ky tipi, thotë, sa gendera janë? I thotë kjo 3. Si 3 i thotë ky? I thotë kjo femër, mashkull dhe idiot. E kupton se është të ngatrosh diçka të tillë, domethënë o vlla, dy gjinika. Po pra, jam shumë dakord me ty unë. Jam dakord të mërë lindin njerëz për shembull se ka defekte natyrore. Po, defekt gjenetik. Lindin vlla, është normale. Po, e vërtet. Po jo, unë identifikohem si një mace. Ajo pastaj është grad zhll. Është grad zhll. Kape miun. Po tamam për zotin, thosh kape miun haje. Vetë çokë. Tangër drejçi, tangër. Çokë. Tangër drejçi kaptinën tatë, me diplomat. S'ma ke pa bluzë fare. Nëse ta kam pa, po ta ka bodorat, më duket ta mos ti çartë, Ja, kam hymik. Ke hymik, ë? Ti lomshin durat. Ç'sa e bukur. Se xhmodi im ti. Me bobin. Edhe me bukun. Ja këta e maj më qef. Të në vjellë. Pra ne ka këtë simbolin bend këtu që Jo, po jo, se që tregoj diçka të bukur, të shi që ta morësh veshin e ti zot një. Jepi. Këta këtu, këta që snihen hiç. Po në rrim mi kaptin në rrim. Po, jo, këtu e kena gjithë kohës, e kena si freskuse. Të keqen. Këta çunat, Kishe modej mol të rije? Kishe dal njona me xhiraj. Për ne isha bluzën. Tash ti kombinoj, e kupton? Kishe dal njona me xhirajën. Krem. Krem de la krem. Të keqen. Jo thjesht krem. E kupton? Shkoni e shikoni çik. Lem kur të bëjmë këtë. Me xhirajën, ja vle vallai. Nuk është asnjëherë gabim. Jo. Edhe me roshin, asnjëherë. Jo, me roshin. Me roshin gabon e herë se çofi çpis thon. Po me xhirajën jo. Ullini i sy këtu ra. Po, ke so cool Albania. Ne flas. Ju sa i disin vetë çunrat, janë çunrat respektueshëm, nuk kanë Jo, s'ka nevojë fare, të vjen të shtëpia tak. Fare, si zotni. Kështu që thjesht bukur pa gabime. Eksakt. E vet coveri do. Të knoqet shpirti. Por bir ti mirë që e ke kompletu këtë telefonin. Po shtëpisi ke fut në një arredim të ri apo që deshe? Jo, të tregoj shoku jot tash. Ka problem. S'kam ku me i fut më vlla. Ai. Nuk kam filluar. Shiko, blej dhe silli këtej ka shtëpia ime. Ashtu s'dige hiç. Ti ma jon më po. Di çka kam bota tash? Te MC Krisha, te studio vet, te studio që bën këto muzikët, ka i gjotë lezetshme. Ka varë kështu sipër, Air Force-a. Janë pa vesh thjesht i blen kështu versione ndryshe. Po. Ata do fillojnë të bëjnë unda shumë me figurinat. Për zotin, po dhe një 2 ditë do duhet të shtosh tavane se. Po, sa bledim ditë. Po, ore, unë i them tyne se ka i problem, se sa deli jo e bukur, për shembull, ne jemi të parët që shkojmë atje i bip derë. Që baba paret, e kupton se Shimër. Sa ka këtu në studio? Gil. Sa ka këtu në studio urdhoj, jo ne i dal me boje si shmerrin në për këto skarcët e jo. Këto janë prishme dhe këto gjonat. Këto janë artë në vete. Tjetër olla. Edhe e ka bë japonezi kët. Pra, ti nxjerr Instagram, dhe ne kam mësuar olla të gjitha, po gjithsesi, për ju që s'e keni pa ndonjëherë, figurinë. Edhe dikush është më bukur. Çmimi më bukur. Fal. Too good to be true. Fal për zotin. Shikoni me vërtet përpos çka ka, sa bleni këto gjërat skarco, vërdall në dyqana apo kompani të tjera. Apo këto online, me besoni mu që janë me të njëjtin çmim të këto online që i merrni me kutitë të plastikë. Mos e më shtrenjt. Por vetëm kur ta shihni atë kutinë aty që ka shkrim japonez. Temën, jo më ka pullën autentike japoneze të Bandai. Kaq. Bandai. Kënaqësi shpirtërore. Siç bleni letrat origjinale që po si blet origjinale s'kan vlerë, edhe këto gjonat kanë vlerë zogu, që ta dini. Po. Dakor? Kështu që investoni se më vonë jo në first edition, jo në second edition. Ka shkuj Funko Pop që bleva unë 15.000 lekë që shku 600 euro. Të keqen, edhe shkoj blej nga 500 tjera këtu pasaj edhe. Pas e shesë, më të pëse, më dalla. Birë, kur të bëhesh me çuna, atëherë ke për të shit. Pension. Që çuni e bledhe vetë çuni, pse babajm ka blenë gjë. Unë kam për drejtë, për detyrë ta edukoj, të them çka ke baba, shkote jep Square Japan Store anime or çka ka ajo Shibuya. Mua aty më, a kupton ta i kryqëzimi mod? Nuk e nevojë shkosh atje të presësh 2000 euro bilet? Jo.
E presim këta për ju dhe ju asjellin. Te Instagrami rak hën pap më Tu, rrok. thoni që vjen nga Shatakloni se sa disin vetë na. Ma tregon gjithë ore. Ma Ma tregon se na falimentuar edhe rrok shok. A ka dalë për të shit? Po. A ka ta ka çesi po deshi? S'pa dalim dot më. Ai bi. Nëse, u them kështu. Hm. Se s'po flasim për anin e sot. Po. Fatkeqësisht nuk kemi kështu. Le pas ka filluar në rrugë. Ai le. S'kemi çaj vendet me shku me e pa. Po nuk presim dot tetorin. Shiko, Nuk po presim dot si mendon ti? Hmm. Nisën edhe ne se Ku do ikim re? jo, ne tash regjistrimin e kena myll, po Ah. këta e din ku do na gjejnë ne. Në orën 6 ne ke veni. Për ditë. Për dita aty jena. Jo, mos rrem ka s'kam qenë 2 ditë. Po mi më kam qenë Do unë thush për ti, ty. dakor, Qenë unë për ty. do thush ti pse? Kemi në hallë familjare ne herë. Domethënë kam qenë 1 orë kam hikë, s'kam net shumë Po domethënë. pra, kështu që për gjithë, Shovë stepsat e mia. për gjithë. Po 10 ditë sa 2025 me 2024 Ba, bashkë. je ka hak, i ka hak. Ka hak. Për gjithë, e them sinqerisht, kur çdo qoftë i madh dhe i vogël, atje në shesh, kudo që t'jenë të gjithë, atje edhe ju bashkë me të gjithë tjerët, bashkë me ne, bashkë me këdo. Është për një të mirë më të madhe. Dakor, lejeni të gjithë to kafe budalliqe, të gjithë atje në shesh, atje ku duhet jemi. Dhe duhet ishim para shumë kohësh, Ka i problem. por Ka i falë problem. Zotit jemi tani. Po. Kohën e bëjmë vetë dhe gjonat bëhen saktë si që duhen bë. Jo më horliqe edhe përfitim në kurriz të njerëzve të ndershëm. Ky është hapi i parë se gjonat e tjera do vinë më mirë pasaj. Po ky është më i vështiri. Kështu që hajde të gjithë bashkë të bëjmë revolucionin e dur dhe të japim Shqipërisë atë që i takon me të drejtë. A temër që kemi folë për ditë, që kemi diskutuar për ditë, ja ku erdhi momenti sot, e kemi në dorë vetë ne se ç'a do bëhet me brezet që do vinë. Kështu që nuk ka asnjë lloj justifikimi. thjesht. Asnjë lloj justifikimi. Përveç faktit që do hesnin kam, do duroni atë adrenalinën që është aty se është e papërshkrueshme. Nuk di si t'ju shpjegoj. Domethënë ajo adrenalina aty është e papërshkrueshme. Nuk ndihet lodhja nuk është si term fare. Nuk ndihet fare sa shpejt kalon koha. Edhe është diçka që po bëhet jo për të mira personale, Po për një të mirë të përbashkët, po për një të të gjithë mirë vendet. të përbashkët të gjithë vendit. Është shumë e vërtetë. Hajde shesh na maj sot. Se kështu si përshkon Sotën e puna, për mot. kështu si përshkon puna nuk ka më vend. Nuk ka më vend Do të rrëmë. ketë vend sa të dur, Po do e vetëm të bllokojnë vinë, gjithë. vetëm të vinë. Dakor, si për një tjetrit do rrim edhe prapa të gjos Po, vlla. kena për ta lënë. Se ja ku doli dhe në Arudo këtu, Super. që është fiks, Kështu se do hikim. ikim. Kështu që shifemi ke sheshi dhe nuk dua si mungesë. Nesër- Gjithë atje për si veten ishte- tonë, nesër për më gjithë shumë. bashkë. Nesër më shumë. Shqipëria e shqiptarëve, Vdekje tradhtarëve. atë keqen. Mylla ka sapo. Në Lekasapo.